Kujdesi për qenë të praktisur është misioni tyre i përbashkët. Ajo që nisi si një njohje e rastësishme mes mentorit dhe Slavishës, sot është ndëruar në një histori 14 vjeçare bashkëpunimi. Tani në Prishtina Dog Shelter në Graçanic, këta të dy, njëri shqiptar, tjetri serb si dhe një rom, punojnë çdo ditë krah për krah, të bashkuar nga i njëjti qëllim, të japin një mundësi të dytë qenëve të braktisur. Se si nisi kjo histori, e rrethen vetë themeluesi i organizatës, Mentor Gashi. Kam fillu me punu këtë punën me humanitare me qenë dhe cak para 14 vite. Ka qenë projekti i formum për një Amerikani në 2012, i cili ka zgjatë 2 vite. Po pasi që është kry projekti, unë me kolegën tem Slavishën fillum punojmë vetë, masi e mësum punën. Unë kom qenë përgjes me punësu njerëz, një ndër part ka qenë kolegu im, Slavisha, dhe kemi fillu me punu së bashku. Me Slavishën rastësisht, kur ka fillu qaj projekti me 2012, unë afër shtëpisë tina kemi fillu me punu. Tani ka ndodhur një incident i vogël me qenë tonë shpinë tina, ja kanë sulmu leprat. Edhe që ashtu e me njoftu, i kon vetë, a përdojnë me punu. U kon pak situatë që sharake, më ka pëlqy si njeri, edhe ka pranu me punu. Dërsa Bajrami ka jetu në Itali, kur është këthy, na ka shkrujt, jemi taku e kom pranu. Sot, kjo strehimore e ngritur si iniciativë private nga 2 miq, kujdeset për rreth 45 qenë. Çdo ditë puna nis herët në mëngjes me pastrimin, ushqimin dhe kujdesin për qenët. Asnjëherë ma shumë se 45 qenë, sepse s'kemi mundësi edhe nuk është mirë me majtë shumë qenë. Sepse s'ki mundësi mi ushqy krejt, s'ki mundësi mi shëru tënë, po kryesisht i sterilizojmë i kthejmë ku i kemi marë. Po kush punon me kafshë din, duhesh me ardhë herët mëngjes, me pastru, me ndru ujtë, me ushqy, me këshyrë a është ndonjë i smut. Pastaj kemi punën në teren, ku naftojnë njerëzit për lloj rasti, nëse kemi mundësi shkojmë. Si që një rast para 2 dite, një qenë me 2 kom thyme, e morëm, e shërum, e operum. Në rastin ekstrem lëndime jo, e majmë derisa të shërohet, edhe e majmë për ma gjatë për mi dhonë edhe shans me zjetë shtëpi. Në një cep të Graçanicës, në tokën që kanë marrë me qira, kalojnë pjesën më të madhe të ditës së bashku. Si në çdo vend pune, ka edhe mosmarrveshje të vogla, por thonë ata, asnjëherë nuk kanë qenë të lidhura me përkatësinë etnike. E këtu është ambient më i mirë, nuk ka shtëpi afër, rruga është pak më larg. Është shumë vend i mirë për këtë lloj pune që bëjmë na. Bashkëpunimi është i mrekullueshëm, shumë mirë e quajmë. Të ditën ma shumë jemi bashkë, njëni me tjetrin që sa me familje tona, do me thonë prej mëngjesit 7-8 deri në rame, 6-7. Pa sigurisht si çdo organizatë ose familje ose gjithkund ka probleme, po ato i të kalojmë, ma në baza nacionale kur. Shes na intereson ajo kur çka është, sepse punojmë një punë humanitare. Kemi qellu të tretë që e dim punën e dojmë, që e mirë. Të njëjtën ndjenjë e përshkruan edhe Slavisha Stojanovic, që është menaxheri i strehimores. Për të, përkatësia etnike nuk ka qenë asnjëherë e rëndësishme. Kush tek qenë nacionalitet, na speksionit, na jemi shokë, se 14 vjet punon bashkë. Se familja e di, bashkë jemi, se me gruaja mentori vite shtëpia jemi, unë po shkon te Bajrami te mentorit me gruaja, bashkë jemi. 14 vjet, ti e din. Çdo ditë jem këtu, çdo ditë pej sabah, pej gjys 9 deri 6-7. Megjithatë, përveç kujdesit për qenët, çdo ditë përballen edhe me një sfidë tjetër, mbajtjen e funksion të strehimores. Po, veç për donacion. Të kazojmë përpara keni para korone ma shumë donacion, që tash ma pak veç na duhet qenët me punu. Pa na se morëm donacion, ti e din. 10 euro, 20 euro, 30, 50 kur vitu shumica me këquni. Edhe pe Facebook i mentorit diçka e more. Pa ndrojmë me 3 vena, so u dolju do, 200-300 u dollë mujë. Kapaciteti këtu e keni, pa që tash e keni një 50-50 diçka qena. Na mund është ndreqja aljo bokset, veç s'keni donacion, s'keni para. Badi jo, ku e morëm ushqim, ku e paguj veterinar.
Stojanovic thot se numri i qenëve të braktisur është shumë i madh, ndërsa çdo ditë përpiqen t'u japin ndihmë atyre që kanë më shumë nevojë. Shumë qene i kite rrugë, shumë opet, e televizion na 14 vjet punon, ti kallzojmë drejt. Pa 2.000-3.000 qene, sigurisht me civilizime dhe adaptime, opet shumë qene, i gjuni, a Prishtina, Gracenica, shumë qene i ki. Pa na, kur u dolim terene, i këqyrim ashtë qene përpora, ti kallzojmë prioritet është o smut, a e prish komen, a e prish diçka, e moram qenet, po shkon të veterinare, krejt të pagun na. Pa shumica kur e thira ka një qenë këtu, ka prokerin, e prish komen, e prish, po shkon prioritet, po shkon. Na edhe po shkon edhe Shqipni, edhe Macedoni, kur e këqyrim të Facebook e diçka, po shkojnë. E moram qenet, këtu e këqyrim. E disa vite më vonë, ekipi të vogël të kësaj strehimoreje ju bashkua një djalë i ri që sapo kishte ardhur nga Italia. Dëshira e tij ishte hapja një strehimoreje për qenë të braktisur, por duke mos e pasur përvojën, vendosi t'i bashkangjitet organizatës Prishtina Dog Shelter. Une, me thonë edhe drejt, une jom rrit në Itali dhe jom marrë këtë për Italiës, e posh me njëherë një problem si o konë këtë në Kosovë se ka pas shumë qenë. Edhe me ndova vetën, qysh me bu, qysh me regullu qëtë punë, edhe me ndova edhe une qështot me bu nash gjellë, nash strejmore, po jom kanë shumë janga, edhe nuk e kam pas një eksperiencë me qenë se kur veti nuk e kom socialur me qena, po kuptan, edhe pas taj fillova me mentore me kontaktu, me këqyrë që shkon gjendja me qenë, edhe që është procesi mas veterinari me që jashtë, se e kemi do për shamo se jonë se shkojnë jashtë në adoptime, shumë mirë në shkojnë. E kur vendosi të kthehej të jetonte në Kosovë, Bajramin nga komuniteti rom nuk dinte as shqip, serbisht apo gjuhën rome. Për këtë, adaptimi nuk ishte i lehtë, por më të lehtë e bëri bashkëpunimin në organizatë ndërtuar mbi përgjegjësinë ndaj qenëve dhe jo mbi dallimet. Po për momente ma shumë jemi bashkë, si me konë në shpe ose në isen, ma shumë jemi bashkë, edhe puna na shkon për momente shumë mirë. Na e kemi përgjësi si nuk na intereson për qëtë punë, dhe përgjësia onë është veç me kry punën so ma shpejt edhe me këqyr naj sukses për qenin da cak si kemi edhe inshallah me arrit punën so ma shumë. Çdo qenë që gjan një familje të re është dëshmi se mundi këtyre të treve nuk ka shkuar kot. Për ta, adoptimi nuk do në kupton vetëm një shtëpi të re për qenin, por edhe shpërblimin më të madh për punën që bëjnë çdo ditë. Ndërsa për ta vazhduar këtë mision, ata mbështeten në donacione dhe mirëpresin edhe vullnetar që duan të ndihmojnë. Nëse ty a njeri përshtatët për punë caktume, s'ka lidhje çfarë komësie, po se në fundit njerëzit.